Mirëmbrëma shikues të nderuar, unë jam Tefik Salihu, po japim lajmet në televizionin Tema. Mirëpo fillimisht ju njohim me disa nga zhvillimet kryesore të ditës. Organizata e Kombeve të Bashkuara thotë se nuk përzihet në çështjen e krijimit të ushtrisë së Kosovës. Kryeministri Thaçi paralajmëron rritje pagash në arsim nga e hëna. Ndaj sjelljes së policëve 1050 ankesa në inspektorat. Buk si në shtëpinë tuaj. Orex, kënaqësia e gatimit. Në qëto pikë të ujit. Uji lubeten. Edhe natën. Dini Kompani. Dini Kompani, distributori dyerve dhe dritareve nga brendet më të njohura gjermane. Dyer të blinduara me cilësi dhe siguri të lartë, si edhe shitjen e laminatit gjerman. Adresa në Veternik Prishtinë, në Magjistralin Ferizaj Prishtinë, si dhe në Gjilan. Kompania Alpetrol, me traditë të lavdishme të punës që nga viti 1989, më e mira dhe më e madhja me mbi 50 pika shitëse të derivateve në Kosovë. Prezencë e fuqishme në Ferizaj e rrethim, 5 pika moderne të shitjes në Ferizaj, 1 pikë në han të ri të shtimës dhe në konjuh të Lipjanit. Eurodizel, benzin dhe gaz të cilësisë së lartë të furnizuar nga rafinerit më prestigjioze evropiane. Vajra, antifriz dhe artikuj të tjerë me çmime më të lira në vend. Jemi kompani që ju garantojmë cilësi. Alpetrol. Organizata e Kombeve të Bashkuara është deklaruar se nuk përzihet në çështjen e krijimit të ushtrisë së Kosovës. Zëdhënësi i OKB-s Fahran Haq ka thënë për Agjencinë Serbe të Lajmeve Tanjug se nuk i përket Organizatës së Kombeve të Bashkuara të përzihet në çështjet që kanë të bëjnë me sigurinë në Kosovë. Deklarimet e zyrtarëve të OKB-s vijnë pas reagimit të Serbisë se do të kërkojnë mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit për shkakun e krijimit të ushtrisë së Kosovës. Në përvjetorin e parë të themelimit të Universitetit të Gjakovës, Kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se të gjithë punëtorët e arsimit universitar të shkollave të mesme dhe fillore nga e hëna do të kenë rritjen e re meritore të pagave. Pa e saktësuar se sa përqind do tjetë ajo rritje, Kryeministri Thaçi ka thënë se këtë rritje do ta kenë edhe akademikët dhe të punësuarit në institutet shkencore të vendit. Ditë më parë, Kryeministri deklaroi se nga prilli pagat e të punësuarëve në organizatat buxhetore në Kosovë do të rriten për 30%. Kurse profesioni i mësimdhënjes u nderua dhe vlerësua në një akademi solemne me rastin e 7 marsit ditës mësuesit. Në këtë ditë nuk u la pa u përmendur roli që kanë pasur mësimdhënësit për vendosjen e themeleve të shtetit. Me anë të një akademie solemne, u nderua vepra e mësimdhënësve për nder të 7 marsit, ditës së mësuesit. Kreu i komunës së Ferizajt, Muharrem Sfarqa, tha se sa herë që vije kjo datë, shqiptarëve u kujtohet sakrifica e mendjendriturve të kombit për të vënë themelet e së ardhmes mbi shtyllat e dijes. Vepra iluministe adhetare atyre burrave e grave që e kuptuan se nuk ka zhvillim për parim as dignitet individual e kolektiv pa arsimim, vazhdon e do të vazhdoj të ndriçojë si pishtar në rrëfyes për jetë, duke marrë parasysh dimensionin dhe përmasat që ka edhe të ketë arsimimi dhe edukimi sot e gjithë jetën.
Kujtimi për flijimin dhe përpjekjet e parreshtura për liri e dije të shumë figurave e prezave nuk është veç vlerësim i përkushtimit mundit e sakrificave në cilat është e mbushur tej historia jonë e re, por është edhe reflektim për të sotmen e për të ardhmen. Drejtori komunal i arsimit Muhamed Halili, derisa i uroi mësimdhënësit Ferizajes, po ashtu kujtoi se shkolla për fëmijë është vatra e dytë familjare. Unë gjithashtu dua të shpreh admirimin tim më të madh për mësimdhënësit që një shembull për mbushur misionin e lartë dhe pjesënjë të tyre kontribuan në edukimin dhe formimin qytetar të fëmijëve tanë. Shkolla është vatra e dytë e ngrohtë familjare, vatra e dijes dhe formimit profesional të fëmijëve tanë. Historia dëshmon se vitaliteti i një individi po një kombi një tërsi përcaktohet dhe mbi të gjitha ngartësia e tij, se si të ndryshojë, si të rritet dhe të shndrohet në realitet, qëllimet, idealet, projektet, ëndrat dhe aspirantet e tij. Pra për çdo individ, çdo kom, ndryshimi arrihet nëpërmjet dijes arsimit. Dita e mësuesit është një fest e cila i kushtohet personelit edukues të shkollave dhe universiteteve. Më 7 mars të vitit 1887 në Korçë u hap mësonjitoria e parë shqipe. Mësues dhe drejtori parë i saj ishte Pandeli Sotiri. Mbetemi edhe pak në këtë temë. Në mesin e mësimdhënësve më të mirë të vendit që u nderuan me mirënjohjen nga Ministria e Arsimit është edhe Jahir Halitin nga Prelezi i Jerlive. Ai këtë profesion fisnik e ushtron që 42 vite të plota. Tash e 42 vjet punon mësues në shkollën fillore Ismail Qemali në Prelez të Jerlive. Mësuesi Jahir Haliti u nderua dje me mirënjohje si mësues me kontribut të madh në këtë fushë nga Ministria e Arsimit. Mësuesi Jahir thot se është ndjer i privilegjuar që puna e tij shumë vjeçare me fëmijët ju shpërblye nga institucionet e vendit. Ai e tregon përvojën e tij si mësues. Po gjithmonë jam përpjekur që atë që e di t'u jap fëmijëve. Gjithmonë sa herë kam hyrë në klasë, kam hyrë dyqysh me një dro, me një frikë, se ndoshta nuk do të mund t'u jap fëmijëve atë që e meritojnë, atë që e duan. Për fat mirë, besoj kam pas një sukses relativisht të mirë në këtë aspekt. Kam nxënës që kanë arrit mjaft shumë, që kanë doktoru, kanë me master, inxhinier, mjek, në të gjitha profilet kështu të jetës. Jahir Halitit i ka mbetur edhe një vit për të dalë në pension. Ai thot se pensionimi i mësuesve do duhej të bëhet më herët se 65 vjeç. E kam atë bindje që në pleqëri mësuesi nuk mund t'ja pat kontributin e vetë sa duket ishte se fëmiu e do një angazhim, e do një përkushtim shumë më të madh se sa mosha mu konkretisht që më lejon ashtu. Andaj kisha preferuar që bile mësuesit dikon në moshën 60 vjeçare të shkojnë në pension. Fjalë të mira për mësuesin Jahir Haliti tha edhe drejtori i shkollës. Ai tregoi se nxënësit e kësaj shkolle vite me rend zën vendet e para në aspektin e diturisë. Në testin kombëtar 4 vite radhë kemi dalë si shkolla e parë nivel komunal me përqindje më të lartë në testin e arritshmërisë, testin kombëtar për klasën 9. Ndërsa mësuesi unë ka përfaqësuar komunën tonë, komunën e Ferizajt, dhe është një kënaqësi e veçantë që është shpërblyer me mirënjohje. Nuk ka pas fatin të merr çmimin kryesor Shaban Jashari, por megjithatë ka marrë mirënjohje për kontributin e tij të veçantë. Në kullën e madhe të Jasharve u zhvillua. Në ditën e 7 marsit, nxënësit e Jahir Halitit ishin kujdesur që mësuesin e tyre ta urrojnë me nga një ese. 1050 ankesa kanë shkuar në Inspektoratin Policor të Kosovës për sjelljet dhe veprimet e kundërligjshme të pjesëtarëve të Policisë së Kosovës vetëm gjatë vitit 2013. Nga këto ankesa 804 kanë qenë disiplinore të profilit të ulët, 5 të profilit të lartë dhe 241 ankesa me elemente penale. Ndërkaq 328 polic janë duke u hetuar nga Inspektorati i Policisë së Kosovës. Këto të dhëna janë bërë të ditura në një raport të punës të prezentuara nga Inspektorati i Policisë së Kosovës. Iniciativa për Progres organizoi sot një tërez me temën ripolitizimi apo funksionalizimi ndërmarrjeve publike në Ferizaj. Në debat morën pjesë antarë të bordeve të drejtorëve të ndërmarrjeve publike,
antar aktual të Komisionit Komunal të Aksionerëve, si dhe përfaqësues të pozitës e opozitës. Në një tryezë të organizatës jo qeveritare, Iniciativa për Progres, ushtrua tema ripolitizimi apo funksionalizimi i ndërmarrjeve publike në Ferizaj. Pjesë e debatit ishin antar të bordeve të drejtorëve të ndërmarrjeve publike, antar aktual të Komisionit Komunal të Aksionerëve, si dhe përfaqësues të pozitës e opozitës. Kreu i Komisionit Aksionar në ndërmarrjen publike stacioni autobusëve, tha se shkarkimi i bordit të drejtorëve është bërë në bazë të hulumtimeve dhe performancës jo të mirë nga ish bordi. Mirë po ndryshe mendojnë ish antar të bordeve të drejtorëve, duke shtuar se ato janë shpifje ndërsa kanë bërë edhe shkelje ligjore. Konstatimi i Komisionit kaluar Shoqërisë Aksionare dhe bordit të drejtorëve të stacionit autobusave nuk ka pas një koordinim të punëve. Me dhe kontakte pune me Komandën Komunale të Ferizajt në përjashtim të zgjedhjeve të bordit të drejtorëve dhe të një padije në gjykat, kështu që asnjëherë nuk janë takuar çka shifët se ka munguar se zgjedhjen e punë i aksionarëve por edhe i bordit të drejtorëve. Si mund të më thonë, ka dhe s'ka. Ka janë shënimet, ju janë prezentu. Nuk është adekvat, nuk ka shënimet sakta. Gjithë ato shka janë sakta. Ato shka i kemë prezentu na, posaçërisht unë si antar i komision. Prandaj, zotnia që folë edhe që qëtë të farë, shënimet veta, këto janë pa pranueshme për neve si antar të komision. Ta auditim. E derisa opozita Ferizajase tha se të gjitha shkarkimet janë bërë me vendime politike, pozita mohoi se shkarkimet kanë qenë të tilla dhe shtoi se ato janë bërë pas gjetjeve nga Komisioni Aksionar Komunal. Nuk e di se monet këj komision me cilësu komisionin tjetër jo legjitim. Kur vetë zgjedhja aty është bërë nga ky kuvend nga përfaqësuesi i kryetarit. Është absolut është e pa, më falni shprehje, por është e pa logjikshme, ndërsa të gjitha shkeljet e tjera janë shkelje që këta kanë menduar se janë shkelje, janë ato që ka thonë dikush politikisht, shkoni, hjekni që ata edhe shkruni shkatmoni, veç kryesore hjekni. Unë mendoj që na këtu këtë te vazhdas të diskutohet, sidomos si antar të kuvendit, më shumë për Komisionin e Aksionarëve, i cili e rrjedh me përfundimin e një mandati të një kuvendi dhe vjen një kuvend i ri, është shumë normale që të zgjatët mandati atij Komisionit të Aksionarëve apo të shkurtohet. Unë mendoj që tash ky Komisioni i Aksionarëve ka punu, ka inspektu një gjendje në këtë ndërmarrje publike edhe ka ardhur deri te një vendim. Ndërsa përfaqësues të INPOS thanë se si emrimet edhe shkarkimet në bazë të dy vendimeve të Kuvendit Komunal të Ferizajt, atij të parit nga përbërja e kaluar gjatë vitit 2012, si dhe të dytit nga përbërja e tanishme e vitit 2014, janë politike, që do të thotë se po vazhdon politizimi i ndërmarrjeve publike. Partia Demokratike e Kosovës Dega në Ferizaj ka akuzuar sot kreun e komunës për punësime pa kritere. Kjo parti paralajmëroi se akuzat ndaj qeverises aktuale nuk do të lë vetëm në rrafshin e konferencave. Dega PDK-s në Ferizaj në një konferencë me gazetar akuzoi kryetarin e komunës së Ferizajt për një shkeljesh ligjore që ka bërë ditëve të fundit. Drejtues të këtij subjekti politik thanë se shkarkimi i shefit të prokurimit, drejtorit të qendrës për punë sociale dhe drejtorit të qendrës kryesore të mjekësisë familjare, kryetari Sparça e ka bërë pa kurrfarë baze ligjore. Emrimi i ushtruesit të detyrës së shefit të zyrës së prokurimit është bërë në kundërshtim të plot me ligjin numër 04L 042 për prokurimin publik në Republikën e Kosovës. Zyrtari i emëruar nga ana e kryetarit të komunës ka të përfunduar vetëm shkollimin e mesëm arsimor, që është në kundërshtim me paragrafin të cilën e përmendëm më lart. Personin e emëruar ka edhe lidhje familjare që e bën edhe shkeljen më drastike të ligjit në rastin konkret, nga se kemi të bëjmë me konflikt të interesit. Vazhdimësia tjetër e shkeljeve ligjore nga ana e kryetarit të komunës është edhe shkarkimi i drejtorit të qendrës për punë sociale, zotri Musa Baftiut, të cilin shkarkim kryetari i komunës e bën me të vetmin qëllim për emërimin e një zyrtari, respektivisht militantit të LDK-s në krye të këtij institucioni.
Vazhdimësia e shkeljeve ligjore dhe e presioneve të kryetarit të komunës është edhe ndaj drejtorit të qendrës kryesore të mjekësisë familjare, zotëria Frima Bazit, të cilin e detyron që të ofrojë dorëheqje me qëllim që në krye të këtij institucioni shëndetësor të bie sigurisht person që i përket subjektit politik LDK apo koalicionit qeverisës. Dega e PDK-s paralajmëroi se akuzat për qeverisjen aktuale nuk do t'i lënë veç në rrafshin e konferencave. Ne si Parti Demokratike e kemi synim që s'parit ta informojmë edhe opinionin Ferizajës për shkeljet ligjore të cilat është duke i bërë kryetari i komunës, a i bën me iniciativë të tij apo nga presionet nga partia e tij, ne gjithsesi se do t'i ngremi edhe në instanca tjera relevante kompetente. Ky subjekt opozitar në Ferizaj kritikoi pushtetarët se po i shantazhon punëtorët e shërbimit civil në forma të ndryshme. Femrat këshilltare në kuvendin komunal dhe ato që punojnë në administrat, pas ditën e sotme kanë shënuar 8 marsin ditën e gruas. Për nder të kësaj dite, atyre drek ushtroi kryetari Muharrem Sfarqa. Ditën e 8 marsit, gratë e komunës dhe deputetet e kuvendit komunal të Ferizajt e shënuan një ditë përpara. Në fakt, pas ditën e sotme, ato nuk e kaluan në vendin e punës, por duke vallëzuar. Të veshura secila më mirë se tjetra, ato u gëzuan që kryetari i komunës Muharrem Sfarqa i nderoi me një drek. Kreu i komunës tha se çdo fjalë që flitet për gruan është e tepërt. Me fol për gruan është njësoj si me fol për njerëzimin. Se krejt njerëzimi është produkt i gruas edhe natyrisht që është një temë shumë e gjanë, edhe sa herë që dikush ban përpjekje me fol për gruan, ka rrezik që mos më thon kur gjë dhe më dal apet në fillim. Prandaj unë deshta t'ja uroj këtë festë shënuar, t'ju dëshiroj shëndet, sukses, por është një moment që në fakt unë si koleg i juaj më i riu, për shkak se ju jeni shumë ma herët një jeni bashkë në mes vetë dhe punëni, dëshiroj që t'ju trajtoj me koreksin maksimale si bashkëpunëtorët më të mira. Si në fakt e vlerësojnë pozitën e gruas në këtë komunë, punëtorët e shërbimit civil. 8 marsi duhet të kuptohet si ditë që shënohet pozita e gruas, e vajzave të shoqëni që kanë pozita pak kënaqshme. Për fatmirësisht në këtë qeveri kemi 2 femra udhëheqëse. Në drejtori shpresojmë që në të ardhmen të kemi më shumë. Le të protestojnë krejt bota, unë mendoj që na duhet me festu se asnjëherë pozita e femrës shqiptare nuk ka qenë më e mirë se sa tash. Kështu që mendoj që ja vlen me festue. Tre falenderojmë shumë kryetarin e komunës që edhe pse në fillim detyrës është kujtu me na respektu si gra që i takojmë një komunë të Ferizajt edhe gjithashtu që jemi si bashkëpunëtorë e tij normalisht. Si është një pozitën e gruas në Ferizaj? Po mendoj që është të shku drejt avancimit, po shoh gra shumë të fuqishme, gra shumë më ambicioze dhe gra shumë të zonja që janë shfaqur në horizont. E dikujt ky mbledhje me gra nuk i pëlqeu. Grupi parlamentar i grave të PDK-s, ftesës së kësaj dreke, ju kishte përgjigjur veç për respekt të Sfarqës. Unë vetë kom udhëheq me grupin jo formale dhe 4 vite kom thonë që 8 marsi nuk është festë, po është dita ndërkombëtare e grus. Sot me qenë se ka qenë hera e parë që kryetari i komunës ka shtruar të them një drek për gratë, ne kem nga ana ime është do kjo respekt mos vi, domethënë dhe mos jem pjesë e kësaj dreke, përndryshe besoj do të rrim dikun 10-15 minuta dhe do të shkojmë, se sot nuk besoj që do të festojmë, përkundrazi duhet dalim, kërkojmë drejtat e tona, se domethënë këtë simbolike ka 8 marsi. Sido që të jetë, në disa vende të botës, dita ndërkombëtare e gruas shënohet me aktivitete të ndryshme, duke kërkuar të drejta më shumë për këtë gjini. Shikues të nderuar, me parashikimin e motit e përmbyllim këtë edicion të lajmeve në televizionin Tema. Ju falenderojmë për vëmendjen, mirupafshim në edicione tjera.